Përse mendoj unë që Partia Demokratike duhet të fitoj këto vota? Edhe një herë, unë për vete, ju besoj e dini. You have to be subscribed to cloud service to use navigation feature. To learn more about what you can ask me, please say help. Oh God. Këto GPS-i. Edhe herë, unë mendoj që ju e dini të ashtimisht e mi që unë jam komplet i pamvarur. Edhe nuk më intereson as Partia Demokratike dhe as Partia Socialiste. Por përse unë mendoj që Partia Demokratike duhet të fitoj këtë zgjedhje? Arsyeja është fare e thjeshtë dhe gjoja kryesore që më shqetëson mua që kam bërë dhe një video është prona private, pronat, shtëpit, tokat. Ka gati 20 vjet që Partia Socialiste është në pushtet, edhe akoma ne vazhdojmë të jemi komplet në mëshirë të matrapazëve që merren me real estate, si ndërtuesit, si shitësit e tokave, shitësit të ndërmarrjet që ndërtojnë, si ato që merren me regjistrimin e pronave. Edhe është unë habitem, unë kënaqem që Shqipëria mund të hyj, duhet të hyj dhe duhet kishte hyj që kur në Bashkimin Evropian, dhe duhet të hyj me gjithë metat që ka sa më parë. Por habitem se si mundet Bashkimi Evropian ta pranoj Shqipërinë me një gjendje kaosi dhe korrupsioni që ekziston në pasuritë e patundëshme në Shqipëri. Edhe një herë, në qoftë se ju I keni pa këta gjoja argumentet apo si thonë thirrjet apo arsyet pse se cilan nga ty parti duhet vinë pushtet, është për të vutur në kokë e për të qa si krua, si kalama. Edi Rama ka ditë që vërtet që Shqipëria duhet votoj Partinë Socialiste, se me Partinë Socialiste ne hym në Bashkimin Evropian. Nuk ka pikturpi ky njeri që Mali I Zi po hyn para Shqipërisë pikërisht për pislliqet e maskaralliqet e kësaj qeverie që ne kemi në pushtet. Mali I Zi që është pushtet sot e 20-30 vjet po hyn para Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian nuk ka thënë kur që ne e fusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian vetëm në qoftë se ka Partinë Socialiste në pushtet. Që janë këto idiotësi? Bashkimi Evropian I fut shtetet që s'janë në Evropë, ja për t'i boj qefin atyre po partive që udhëheqin ato shtete, I fut për interesin e vetë, dhe interesi I vetë është se është një fuqi e vogël para Evropës dhe Amerikës që si ka besë. Arsye që nuk I ka fut akoma është se këto janë vendet për fshim në korrupsion. Edhe ato me etha e me ngutun të fusin edhe Shqipërinë dhe Malin e Zi që ka kanë Maqedoni, por këto vende nuk plotësojnë akoma kushtet edhe për turp. S'ka turp ky Delenxhi, ky idiot. Nuk thot që po hyn Mali I Zi para nesh. Por do hym me ne, jo, s'ka kur në I vendim që të kemi pa, që të ketë thonë Evropa, që do futeni në Evropë vetëm qose keni Partinë Socialiste në krye. Për kundërzi, Evropa ka thonë që me këtë qeveri
maskaresh që keni ju në Tiranë, ju s'hyni në Evropë as para marrit zi. A i kuptoni sa e turpshme është kjo për Shqipërinë, që ka qenë shtet që të paktën gjysmë shekulli para luftës së dytë botërore, edhe nuk futemi dot para një malit zi. Ka që turpshme është kjo që i qunë knetet kjo knete më qalë që qeverisë Shqipërinë, me këta kokomjaqk, me këta maskara, me këta idiot, që futi edhe Erion Velia në mirë ka bo, e futi në burg, e ka fut ky, se qau një dy dit me lot krokodili që na futi spaku njësit në burg para zgjedhjeve, por pastaj mas 2 jave, doli dhe tha, bravo qoftë spakut që po në pastron shpinë socialistën nga halët e korruptura, pra si Erion Velia, se e kishte frikë, se me këto tradhtit kombëtare që i bën Shqipërisë, përsa i përket Kosovës dhe Mitrovicës, mëse socialistët e ndershëm do ta flakin, por në qoftë se nuk kanë Erion Veliajn, që të zëvendësoj i mendon se nuk e flakin, se vetëm ai dhe Veliaj mund të bashkoj gjithë socialistët mas vetes në luftë kundër Sali Berishës. Kjo qeveria socialiste vëllezër e motra, kjo e ka zbras Shqipërinë nga shqiptarët, kjo e ka përliq xhvatjen e emigrantëve që punojnë e derdhin djers e gjak se kanë rënë nga majë dhe skeleve të ndërtim për të ardhur të blej një cop shtëpie, një cop tokë në Shqipëri, ku kanë ble prona që i kanë ble të tjerët para tyre, ku blejnë akoma prona që shiten pa pas atë dy edhe certifikatën e titullit edhe tapin, se kemi në për ministri e në për dikastere njërës maskarej të zgjedhë se votojnë duke fillu që ka jo që me ndohët që ka vjell krejt pasurin ministria Balluku e këtë dion. Por problemi është, të thonë ju, si mund të zgjedhim Partinë Demokratike në qoftë se Sali Berisha vazhdon të jetë person non grata. Ne zgjedhim ndryshimin. Partia Demokratike ka qenë pushtet më parë, nuk ka bënë gjë më të mirë se sa Partia Socialiste, por përderisa Partia Socialiste na ka bë për turpin e botës, që dhe mali zi futët në Evropë para nesh, është koha vëllezër e motra për ndryshim, dhe i vetëm ndryshim që kemi është opozita. Në qoftë se ata bëjnë njëjtën gjë, edhe parti tjetër nuk është kriju që të marrë stafetën mas tyre, atëherë të sillin prapë socialistët. Por ne në qoftë se të japim votën, edhe ti nuk e përligj votën tonë, por ke mush burqet me aq minisa sa ke e drejtues qeveritar sa ke në qeveri, ti nuk meriton të jesh atje, edhe akoma nuk është bërë strukturimi i drejtësisë, si shmendojmë ne që duhet ishte, edhe kryesisht sa ka të bëjë me pronat private. Në qoftë se Partia Demokratike vëllezër e motra fiton zgjedhjet dhe Sali Berisha metet person non grata, unë jam i sigurt që Partia Demokratike e masit fitoj, do të krijoj qeverinë pas Sali Berishën si kryeministër. Për aq kosa nuk e kanë heq atë non-gratizmin e Amerikës që unë mendoj që do të heqin, por në qoftë se nuk hiqet, tregon që nuk meriton të drejtoj qeverinë, në qoftë se është person non grata në Amerikë, unë jam i sigurt që edhe Sali Berisha vetë, edhe në qoftë se nuk do bjerë dakord me mos heqjen non gratës, nuk do të shkatëroj të ardhmen e Shqipërisë dhe Partisë së tij Demokratike që vjen pushtet. Por ne nuk duhet shkojmë aq larg. Ne duhet sot të japim votën, të votojmë jashtë
korrupsionin, edhe ata që për turpin e botës e deklarojnë si fitore që po hynë në Bashkimin Evropian, kur nuk tregojnë vërtetën që nga 3 vende, 2 vende në Ballkan që duhet hynë, Shqipëria nuk po hynë as para malit e zi. Ai që turpërshme është pra kjo qeveri. Sami Gjoka, ju përshëndet.